Më së miri do të duhet tash të vaksinoheshin të gjithë qytetarët. Gripi shkaktohet nga 3 virus. Ata janë më të rrezikuar. Sa i përket antibiotikëve, dua ta përçoj një mesazh, duhet të ketë shumë kujdes sepse antibiotikët veprojnë vetëm në bakterie, nuk veprojnë. Po, natyrisht tash është sezona e gripit dhe kemi një numër pak më të shtuar të rasteve të personave që kanë me simptoma apo me shenja të gripit, por nuk kemi për momentin ende nuk është ndonjë situatë shqetësuese. Deri më tani e kemi arrit numrin rreth 8600 vaksina me vaksinë të gripit. Shumica janë të moshuar, domethënë 60 e përpjet, po kemi edhe grup mosha të tjera, po shumica janë të moshuar. Vaksina ende kemi, domethënë edhe pse më së miri do të duhet tash të vaksinoheshin të gjithë qytetarët, ata të cilët kanë indikacione për vaksinim. Megjithatë, vaksinimi vazhdon deri në muaj të tjerë edhe në mars, prill, maj. Mirë, po tash është sezona më e mirë kur duhet të vaksinoheshin për shkak se tash është sezona e ftoftë, domethënë e dimrit dhe gripi është më shumë i theksuar. Gripi shkaktohet nga 3 virus, realisht tipi A, B dhe C. Tipi A dhe B shkaktojnë forma më të rënda të sëmundjes dhe shkaktojnë simptoma të cilat mund me qenë nga forma më të lehta deri në ato mesatare dhe më të rënda. Gripi domethënë shkakton kryesisht simptomat atakon rrugët e sipërme respiratore duke shkaktuar si teshtitje, kollitje, ethe temperaturë. Edhe çdo kush mund të smurët nga gripi. Mirë po, disa persona që e përmendet ju, personat e moshuar mbi 65 vjeç, pastaj gratë shtatzëna, fëmijët sidomos ata më të vegjël se 5 vjet, edhe sidomos ata më të vegjël se 2 vite, pastaj personat që vuajnë nga probleme shëndetësore si diabeti, sëmundje të veshkave, sëmundje të zemrës, me probleme të imunitetit, ata janë më të rrezikuar. Komplikimet që mundën me ardhur si pasojë e virusit të influencës janë duke filluar nga pneumonia që është kërcënuese për jetën, pas inflamacionet të cipave të trurit, inflamacionet të cipave të zemrës, pastaj inflamacionet të mioziti. Virusi i influencës përhapet shumë lehtë. Domethënë është një virus që shumë lehtë përhapet nga personi te një person përmes përklave respiratore, domethënë një person gjatë kollitjes, të shtitjes apo të folurit, larja sa më shpejt, sa më e shpeshtë e duarve me ujë të ngrohtë dhe sapun, ajrosja e dhomës, evitimi i kontaktit apo përshëndetjes duar me duar. Sa i përket antibiotikëve, dua ta përçoj një mesazh, duhet të ketë shumë kujdes sepse antibiotikët veprojnë vetëm në bakterie, nuk veprojnë tek infeksionet me virus. Prandaj duhet me pas shumë kujdes që pacientët tanë mos të shkojnë në laborator dhe të furnizohen apo të marrin vetë në kokën e veti përdorimin e antibiotikëve sepse shkaktojnë efekte anësore të dëmshme.